Shfaqja teatrale 24 orë nga jeta e një votuesi është shfaqur në skenën e teatrit Andon Zaku Çajupi në Korçë, duke sjellë për publikun korçar një vepër ndryshe që bashkon teatrin politik, satirën dhe elementet e kabares. Një shfaqje që trajton realitetin shoqëror dhe politik shqiptar përmes humorit, ironisë dhe reflektimit. Vepra vendos në qendër figurën e votuesit të thjeshtë, njeriun e zakonshëm, që përgjatë 24 orëve përballet me presione, zhgënjime dhe absurditete që burojnë nga sistemi. Përmes situatave satirike, shfaqja pasqyron pamundësinë e individit për të gjetur veten në një realitet që shpesh e shtyp, por pa e humbur asnjëherë sensin e humorit. Regjisorja e shfaqjes, Driada Dervishi, e konsideron këtë projekt si një sfidë të bukur artistike, duke theksuar se teatri politik në formën e kabares është një gjini pak e eksploruar në skenat shqiptare. Sipas saj, politika shqiptare ofron çdo ditë material dhe tema të mjaftueshme për t'u sjellë në skenë, duke i trajtuar problematikat serioze përmes humorit, satirës dhe ironisë. Për mua ishte një sfidë shumë e bukur, le të themi një teatr politik satirik në formën e kabares, është një gjeni që nuk është lëvëruar në skenat shqiptare. Mendoj që i kemi të gjitha mundësitë, aq më tepër që politika na ofron brum të përditshëm për të marrë tema, për t'i vendosur në skenë dhe për të trajtuar këto tema serioze, të cilat trajtojnë vetëm në një mënyrë, duke bërë humor. Shfaqja pas Tiranës, Korçës, të cilët gjej rastin të falenderoj publikun e mrekullueshëm, edhe le të themi mikpritjen që ka bërë, e shpresoj shumë që së shpejti të jemi në Shkodër, në Fier, dhe jemi duke parë dhe qytete të tjera ku do t'ishte shumë bukur që udhëtimi të vazhdojë. 24 orë vijon dhe është për ditë në atë që ne shohim, por nga ana tjetër vjen në një formë krejt të re. Roli kryesor interpretohet nga aktori i mirënjohur Arben Derhemi, i cili përmes personazhit të tij portretizon njeriun që do të jetojë me ndershmëri dhe punë, por që përballet vazhdimisht me presionin e sistemit. Sipas tij, përballja me realitetin përmes humorit është një mënyrë për të mos u dorëzuar, ndërkohë që publiku e ka pritur shfaqjen jashtëzakonisht mirë. Portretizimi i pamundësisë, portretizimi i atij që ka dëshirë që të jetojë me djers, dhe të jetojë me atë që mundet të jetojnë gjithkush, edhe që nuk e gjen kurrë veten, dhe çdo moment është i presuar nga sistemi, është i presuar nga gjithçka që ndodh në një vend të tillë. Megjithatë, domethënë sensin e humorit, ky nuk e lë kurrë për motivin e vetëm, sepse duke menduar në këtë mënyrë me humor, atëherë neve bëjmë më të mirën tonë. Publiku e ka pritur shumë mirë, jashtëzakonisht shumë mirë. Komentet janë nga më të mirat për partnerët në pjesë, për të gjithë neve, për vënien në skenë, për të shkruar dhe dramaturgjinë e veprës. Do të qeshim që të mos qajmë. Edhe ky është edhe mesazhi. Një element i veçantë i shfaqjes është edhe përfshirja e pjesëve muzikore, të cilat vinë në një rend kronologjik, duke pasqyruar momente kyç nga historia shqiptare, nga periudha e rilindjes dhe shpallja e pavarësisë në vitin 1912 e deri te zgjedhjet e vitit 2025. U trajtua si kabaret, është një gjë e re për Shqipërinë, por nuk është një gjë e re për artin në përgjithësi. Megjithatë, i jep një ngjyrë shumë më të mirë veprës, kënga dhe edhe këngët që vinë në rend kronologjik nga rilindja e 1912-s deri në vitin 2025, në zgjedhjet e 2025-s. Drejtoresha e teatrit të Korçës dhe njëkohësisht aktore në shfaqje, Zamira Kita, shprehet e lumtur për pritjen pozitive të publikut në të dy netët e shfaqjes. Ajo thekson se humori është elementi kryesor që e bën shfaqjen të afrueshme për publikun, ndërkohë që përmes tij trajtohen problematika të rëndësishme shoqërore dhe politike. Sipas saj, mesazhi kryesor që trupa synon të përcjell është ai i përgjegjësisë qytetare dhe pjesëmarrjes në zgjedhje. Jam shumë e lumtur që publiku e ka pritur shumë mirë në të dy ditët. Shfaqja është shumë e bukur, Driada ka punuar shumë bukur, por edhe aktorët. Unë jam shumë e lumtur që luaj me Arben Derhemin, edhe padyshim Giuliano Briskun që e kemi aktorin e Korçës dhe Ermir Hoxhajin që e kemi të ftuar si Benin. Unë besoj që publiku e ka marrë mesazhin, edhe ka qeshur shumë, sepse dihet që kjo shfaqje ka humor.
Trajtohen shumë problematika, por ajo që është kryesorja dhe mesazhi që ne duam të përcjellim është votoni, sepse jemi ne që përcaktojmë fatet tona, pra vota e gjithsecilit prej nesh. Shfaqja 24 orë nga jeta e një votuesi është pritur me duar trokitje dhe reagime pozitive nga publiku korçar, duke konfirmuar nevojën për forma më ndryshe të teatrit që nxisin reflektim dhe ndërgjegjësim qytetar. Pas Tiranës dhe Korçës, trupa shpreson që shfaqja të vazhdojë udhëtimin në Shkodrë, Fier dhe qytete të tjera të vendit, duke e kthyer skenën në një hapësirë debati, humori dhe mendimi kritik.